Gocat dhe çunat e njësis 1, gocat dhe çunat e njësis 2, njësis 3, super energji këtu në sheshin Taulantja. Një prej investimeve fantastike që në fakt në Tiranë janë kaq shumëta. Tirana është transformuar sikurse është transformuar e gjithë Shqipëria dhe po ecim drejt Bashkimit Evropian dhe drejt Shqipërisë moderne dhe europiane fal vizionit të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Të rinjt kanë vendosur, i kanë thënë po Partisë Socialiste, sepse të rinjt e din mirë që e ardhmja e tyre varet nga një projekt ambicioz, që vetëm Edi Rama dhe Partia Socialiste mund ta bëjë realitet, dhe ajo është Shqipëria në Bashkimin Evropian. Shqipëria në Bashkimin Evropian kërkon besimin e gjithë qytetarëve, por mbi të gjitha e gjithë të rinjve. Janë 19.000 votues për herë të parë të rinj në Tiranë. 19.000 votues për herë të parë dhe jam e bindur që shumica e tyre do të mbështesin këto projekt ambicioz sepse mendojnë për të ardhmen e tyre. Dhe ky Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian nuk është thjesht një slogan. Është një vizion, një rrugë e shtruar me punë, me përpjekje, pikërisht për të bërë realitet ato ëndër të kahershme të prindërve tuaj, gjyshërve tuaj, tonën së bashku, për ta çuar Shqipërinë majën që i takon të shkojë. Ju të rinjt, votues për herë të parë, keni përgjegjësinë e votës që do të vendosni në kuti. Por nga ana tjetër, keni për të bërë dhe zgjedhjen tuaj të parë, për të vendosur dhe për të vullosur një herë e mirë fatin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, të ardhmen tuaj, ndaj të gjithë së bashku këto 25 ditë. Duhet që të flisni me shokët tuaj, me shoqet tuaj, atë që ju dini ta bëni më mirë, të bashkëbisedoni dhe t'i thoni pse duhet votojnë Partinë Socialiste, pse duhet votojnë partinë e cila është forca progresiste në Shqipëri, që çon përpara reformat, që çon përpara punët e mira, ashtu sikurse Tirana është simboli transformimit të qyteteve në të gjithë Shqipërinë, ashtu do të vijojmë të transformojmë edhe më tej për ta bërë Shqipërinë një Shqipëri europiane, një Shqipëri moderne. Kur të kthehemi pas, e kur të kemi mbritur në fakt në atë destinacionin apo stacionin e madh të Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, do të kthejnë kokën, do të shihni pas 11 maj 2025 dhe do të thoni po, unë kam qenë aty dhe kam votuar forcën e duhur, kam votuar Partinë Socialiste për të çuar përpara pikërisht këtë projekt ambicioz për Shqipërinë tonë, që meriton ta shohim aty ku e ka vendin, aty ku prindrit tan duan që ta shohin, e gjyshrit tan kanë dashur që të shohin Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian dhe ju të gjithë të keni pasaportën europiane, sepse pasaporta europiane për çdo shqiptar mbi të gjitha për ju të rinjt është më shumë mundësi për studim, për punësim dhe për të kontribuar për Shqipërinë tonë. Ndaj të shfrytëzojmë këto 25 ditë të mbetura për të folur me shokët tanë, me miqtë tuaj dhe për ta bërë këtë projekt ambicioz realitet, duke filluar nga 11 maj të gjithë së bashku. Tani më lejoni që t'jap fjalën kryetarit Partisë Socialiste,